Do ta pushtoj Mykonosin dhe do t'ja jap Erdoganit zbardhen bisedat e frikshme të kapos së drogës në Greqi. Autoritetet greke kanë në dispozicion bisedat regjistruara të një rjeti trafikimi droge që vepronte në Mykonos. Antarët e rjetit përdorin shprehje të koduara të tilla si lahmakun dhe recet sekrete për të komunikuar në lidhje me transaksionet e tyre të palishme. Udhëheqësi dyshuar i organizatës dha udhëzime mbi çmimet e shitjes dhe shprehu shqetësim për praninë e policisë dhe mekanizmave të kontrollit në ishull. Në bisedat e tyre, antarët e rjetit diskutuan planet për të zgjeruar aktivitetin e tyre dhe për të legalizuar praninë e tyre në Mykonos. Veçanërisht karakteristik është dialogu për të cilin udhëheqësi i dyshuar i grupit duket se flet me një antar të organizatës për zgjerimin e aktivitetit tyre në Mykonos, duke thënë: "Ne të gjithë do të punojmë dhe do të jemi të ligjshëm dhe do ta shihni, ne do ta mbajmë klientelën dhe gjithçka. Para se të vijë Erdogani, unë do ta poshtoj Mykonosin dhe do t'ja jap atij të gatshëm lahmakun." Recet sekrete dhe mengjyr janë disa nga fjalët që shfaqen në bisedat e regjistruara. Në njërin prej tyre, një shofer që transportonte drogën informon udhëheqësin e supozuar të grupit se disa gra amerikane duan tjetrën. Koka e dyshuar e grupit përgjigjet për çmimin. Ky është një 150 pas britur dhe më pas i thot, thuaj një 80, 180, një 50, 150. Biseda të tjera shprehin shqetësim për praninë e pikave të kontrollit dhe policisë në ishull. Gjërat janë bërë të egra këtu, nuk dëgjon, nuk sheh. Dëgjohet të thot lideri dyshuar i grupit, ndërsa në një bisedë tjetër ai paralajmëron bashkëpunëtorin e tij se aeroportet janë shumë të rrezikshme sepse këto 2 ditë do të ketë kontrolle.